Rreshtet e shumta të shirave të rëna gjatë muajve të fundit të vitit të kaluar, por edhe muajt të parë të këtij viti kanë nxjerrë edhe një herë në pa problematikën me ndotjen në mjedisit në vendin tonë. Si pasojë të fryrjes së lumit të madh, të gjitha mbeturina që mblidhen nga Martaneshi e deri në hyrje të liçenit të Ulzës kanë mbetur në shtratin e lumit. Pamja që të ofrohet është sa e trisht aq edhe shqetësuese. Mbeturina nga më të ndryshmet kanë ngecur në bimësinë e shtratit të lumit duke krijuar një ndotje të tmerrshme. Prania e mbeturinave në këto përmasa është e kahershme pasi edhe në vitet e kaluara, kur ka patur rreshtje të shumta shiu dhe është rritur niveli i ujit në përrenj, kanë mbushur në këtë mënyrë lumin e matit. Një pjesë e madhe e mbeturinave kanë përfunduar në liçenin e Ulzës e më pas në atë të Shkopetit e në fund në detin Adriatik. Ky fakt tregon edhe një herë se vendi ynë në përgjithësi përballet me ndotje të madhe mjedisore si pasojë e hedhjes së mbeturinave pa kriter. Nga njëra anë është mungesa e ndërgjegjës qytetare për të mbajtur pastër mjedisin, e nga ana tjetër është pafuqia e pushtetit vendor për të ofruar grumbullimin e tërheqjen e mbeturinave në çdo cep të territorit.